Groenlanda, një ishull i madh, i mbuluar nga akulli, duket larg dhe i paarritshëm. Por për shtetet e fuqishme, është një territor me rëndësi strategjike dhe ekonomike jashtëzakonisht të madhe. Pozicioni i saj në Arktik, mes Amerikës Veriore dhe Evropës, e bën atë një pikë kyçe për kontrollin e rrugëve detare që po hapen me ngrohjen globale. Me shkrirjen e akullit, këto rrugë të reja detare nuk janë më thjesht teorike, por ofrojnë mundësi reale për transport, mbikëqyrje dhe pozicion strategjik, duke i dhënë shteteve avantazhe të mëdha në një rajon me rëndësi globale. Përveç pozicionit, Groenlanda është e pasur me burime natyrore të jashtëzakonshme, përfshirë minerale, të ralla, naftë dhe gaz natyror, të cilat përbëhen më të arritshme me avancimin e teknologjisë dhe shkrirjen e akullit. Këto burime janë të domosdoshme për industrinë moderne, veçanërisht për teknologjitë e larta, dhe kontrolli mbi to ofron një avantazh ekonomik dhe strategjik të madh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë gjithashtu histori të gjatë ushtarake në Groenland, me baza që funksionojnë që nga lufta e dytë botërore dhe lufta e ftohtë, duke kthyer ishullin në një pikë kyçe të mbrojtjes dhe influencës amerikane. Rritja e pranisë ushtarake të Rusisë dhe Kinës në Arktik e bën Groenlandën edhe më të rëndësishme, sepse ajo nuk është thjesht një copë toke e ftohtë, por një element kyç në balancën globale për të siguruar dominimin në Arktik, kontrollin e rrugëve detare dhe shmangjen e zgjerimit të ndikimit të rivalëve strategjik. Groenlanda është një nga territoret më të kërkuara dhe të vlerësuara në botë, sepse ofron kombinimin perfekt të pozicionit strategjik, burimeve natyrore dhe mundësive ushtarake. Dhe për këtë arsye, interesi amerikan nuk është rastësor. Ishulli përfaqëson një vend ku përplasen fuqitë e mëdha dhe ku vendosin prioritetet e sigurisë dhe ekonomisë globale, duke e bërë Groenlandën një nga vendet më të rëndësishme dhe më intriguese në planet.